Mbi 13.000 familje do të marrin kompensimin financiar për pronat e tyre nga Agjencia e Trajtimit të Pronave. Ministri i Drejtësisë Besfort Lamallari shpjegoi se fondi prej rreth 1.4 miliard lekësh do të shkojë në llogaritë bankare të pronarëve sot edhe në ditët e ardhshme. Ky nuk është thjesht dhe vetëm një akt financiar dhe as vetëm përmbushja e detyrës sonë funksionale, por diçka më tepër, është një akt drejtësie, është respekt për pronën, për ligjin dhe për qytetarin. Me këtë pagesë që do të marrin nga sot e në ditët në vijim, kompensimi për këto familje, sipas listës së publikuar në faqen zyrtare të ATP-s, quhet i kryer plotësisht dhe ne mbyllim kështu një kapitull të vjetër. Ministri nxiti që kompensimi i të gjithë pronarëve të ndodhë sa më shpejt dhe procesi të mos marrë më shumë kohë. Jemi të vendosur të vijojmë angazhimin ton të palëkundur për ta përmbyllur procesin e kompensimit ndaj të gjithë pronarëve. Kam kërkuar nga Agjencia e Trajtimit të Pronës të ecë sa më shpejt me këtë proces, me transparencë dhe në respekt rigoros të ligjit, duke përmbushur kështu detyrimin që ne kemi karshi pronarëve të tjerë dhe sigurisht si pjesë e angazhimit ton për standardet evropiane, për një shtet të së drejtës dhe për një të ardhme ku prona, ligji dhe liritë themelore janë të shenjta. Në janar, qeveria zgjati afatin për shqyrtimin dhe vlerësimin e dosjeve të patrajtuara në Agjencinë e Trajtimit të Pronave deri në dhjetor të 2027-s.